Jo vetëm presim mbylljen e një kapitulli, por presim mbylljen e një numri të konsiderueshëm kapitujsh. Disa. Pra, ne kemi një plan pune. Pra, domethënë ne nuk po ecim as qorrazi dhe as vetëm me dëshirën tonë. Ne po ecim një plan pune që kemi dekorcuar me Komisionin Evropian dhe aty janë të përfshirë dhe afatet që ne mendojmë se janë realist për mbylljen e kapitujve. Kapitujt të caktuar janë parashikuar të mbyllen në kohë të caktuara. Natyrisht do të varet nga një numër elemente, do të varet nga vazhdimësia e procesit nga ana jonë, nga ana e Komisionit, nga ana vendeve anëtare. Pra domethënë, gjithmonë në këtë proces do të jenë, gjithmonë deri në përfundimin e tij do të jenë tre komponentë të rëndësishëm. Është gjithë pala shqiptare me gjithë aktorët e saj, Komisioni Evropian që negocion në emër të Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare që vlerësojnë dhe marrin vendimin. Kështu që me mbylljen e piketave të ndërmjetme, ne do të fillojmë pastaj procesin e mbylljes së kapitujve. Mund t'ju them që ne nuk do presim, pra puna nuk do presim arritjen e piketave të ndërmjetme, sepse ne kemi punuar pra pala shqiptare, kryenegociatorja dhe ekipi i saj kanë punuar në mënyrë të vazhduar edhe për mbylljen e kapitujve, të cilët janë duke u përgatitur për të mundur që të shfrytëzojmë kohën maksimalisht në momentin kur ne jemi formalisht të gatshëm dhe palët janë të gatshme për të avancuar me mbylljen e kapitujve, ne jemi të gatshëm dhe brenda 6 muajve të parë ju siguroj që do të mbyllen disa kapituj.